fest të vërtet, simpatizantët e AK-s dhe listës Dr. Ibrahim Rugova po kënaqen me ritmin e muzikës. Me disponim të mirë duken edhe politikanët që po zënë vendet në manifestimin përmbyllës të kësaj partie në Prishtinë. Vinë edhe njerëzit që patën barë kryesore në këtë fushat. E lajmi për kthimin nga Haga për në shtëpi të Ramush Haradinajt për festa, mbasi ndikoj që sallat e jetë me e elektrizuar. Nuk kanë të gjithë tupana, por janë gjetur alternativa. Nën kryetari e AK-s është ai që do të flasi pari. Nuk mund të ecin para pa ushtruar prej korrupsionit dhe qeverisë së keqe, pa u pavarësuar prej të ligave që kanë kapluar institucionet qendrore të Kosovës. Radhën e ka bartësi i listës e këtij koalicioni, Uk Rugova. Ky ka zgjedhur fjalët më të ashpra për të sulmuar partinë e udhëhequr për shumë mote nga babai i tij. Unë nuk u largova nga partia. Partia më largoi mua. Edhe kësaj radhe thotë se LDK-ja e tashme nuk ka asgjë të përbashkët me atë të Ibrahim Rugovës. Sepse ajo nuk e ka frymën e bashkimit të Ibrahim Rugovës. Ky është realiteti. Kritik i rënd me ish partinë e tij u shfaqë dhe Zafir Berisha. PDK-ja dhe lideri i saj morën epitet jo fort të lakmueshëm nga ai. Sepse e ka trishtuar këto ditë fëmijët e Prizrenit dhe ish malor dje edhe shkollat ja u kanë ndërpresin kohën e ditës për me shku me duhet rokit. Ardja Ngjini zgjodhi të merret me Sistan një gaf të Hashim Thaqit. E përshëndeti vetën kushtimisht ta nderuar zoti kryeministër vetës. A dini pse i ka thonë? I ka thonë se një gjysore më përpara i kanë thonë po kthehet Ramushi. Moderatori fton në skenë edhe një grup folësish të tjerë. Fundi pjesës zyrtare është rezervuar për një amerikan. Nuk është tashmë vështirë të prejudikohet se çfarë ka për thënë ai. Për demokraci, për Ramushin, për Kosovë. Në pritje që të vi radha të këndoj, Zantina Ismaili merret me çështje organizative. Moderatori paralajmëron pjesën artistike, por organizatorët i kujtojnë se harroi diçka. Këngëtarja Burata Ahmeti me një këngë repertuari i saj. Së bari duhet të prezantohen kandidatët për deputet. E tash e ka radhën këngëtarja. Turmaja afrohet Bines. E ky rast nuk bën të lëshohet pa disa fotografi.